jashtë, si me thonë, nuk e di që ka pas shfrytëzim të materialit, i cili është fabriku në Kosovë ose në Serbi, edhe është ardhur edhe ju është servu. Hajde mujmi kuptu disa eksponent që e kam pas mision edhe mandat, ose jënë pagu për mi shty për para atë çështje. Po partit politike që binë gjitha në grupën e njëjtë, e kur del kjo, që a i fabrikim komplet, ashtu si që në veçanti biseda me krye terroristin, edhe forma e afatet kohore që nuk kanë të bajnë fare me ato që ka ludojnë ata. Kjo është në diçka të bënë, me thonë që me të vërtet është diçka shumë serioze defekt me shoqërinë tonë. Bisedat që e kom thonë plot herë, po duhet mi përsërit prapë, se ata pi përsërisin për çdo natë, për çdo ditë, e 100 herë me postimet e tjera. Bisedat me Slavko Simiqin si nën kryetare kuvendit, në zyrën time, në orar zyrtar, jo në kafe, jo skutave, jo me tendera, janë kry për çështje të agjendes të kuvendit që janë trajtu. Deri biseda e fundit ka qenë në maj, në qershor, kërkojndjes të vitit 2022. Do thot veç një vit lista sërbe ka qenë në mandatin e legislaturës së 8 në kuvendin e Kosovës. Ajo bised ka përfundu kështu. Slavko Simiq vjen edhe e lexon një letër kërcënuese nga Milan Radojqiqi për përpjekjet e tij edhe luftën e tij që ka mi bën ndaj Albin Kurtit, edhe i thotë që për shkak që asnjë çështje që ata e kanë ngrit vazhdimisht edhe që asnjë nuk ka kalu, as përmes meje, as përmes askujt, ata janë armik të përbetuar, unë e kom nxjerr jashtë Slavko Simiqin, edhe ajo është fakti ditun, edhe ai me siguri e ka tinjizuar edhe atë pjesë. Pa ajo pjesë nuk o dal, edhe nuk del. Edhe ajo pjesë nuk është interes këtyne me dalë. Edhe o ndërprej çfarë do komunikimi i fundit ka qenë në qershor të vitit 2022. Edhe ata që i kanë përpunu materialet e din këto. Ndërkohë, qa patët, jura landa kunder ndaj në nëntor, vetëm pak, në nëntor, tash ta spjegoj edhe ato, do me thonë kjo ka ndodhë në qershor të vitit 2022, unë e kom nxjerr jashtë prej zyres. Në nëntor, ata i kanë ndërzuar gjithë mandatet, kanë ndodhur gjithë dorëheqje edhe i kanë bërë barikadat edhe ka ndodhë mandej pjesë tjera të mërshme, me sulme ndaj ushtarëve të KFOR-it, me probleme në maj të 2023-ës, edhe deri të sulmi i Banjskës. Ndërsa, prezantimi i atyne materialeve të përpunume komplet, ka ndodhë në korrik të vitit 2023. Lartë ka ndodhë 13 muaj masi që Slavko Simiq është nxjerrë prej zyres teme. Çka ka pasu mas 2 muaj sulmi i Banjskës? Çka ka pasu si deklarata publike të zyrtarëve të shtetit tonë, që unë duna muftu prej AKI-s, që unë jam përgjegjëse për vrasjen e policit, që unë duna mu marrë në pyetje se e kom kërcënu sigurinë kombëtare. Kjo është aq absurde, sa është e keqdashse vetë përpunimi i atyre materialeve. Tash e njëjta situatë ka ndodhur unë më një herë, në momentin kur ato kanë dalë në gusht të 2023-ës, kom bo edhe kallëzim penal, edhe kom bo paditje civile. Ndërsa ato janë vazhdu kanë dalë të tjera prapë në 2024. Do me thonë, opinioni publik në Kosovë është mbajt në konstant edhe mu personalisht janë mundu, në presion që të ki folë. Do me thonë, jemi të folë për periudhen 2021-2022 qershor që është përmbyll edhe s'ka pas mu asni kontakt edhe ata janë dalë pikret se s'ka ecë mu asgja. Edhe ma ndik të ason të mujnë milshu e me thonë që, a pishe që ka folë, prap një që shpibojnë për Facebooka. Po qka është këto? Unë e kom dërzu kur ka dalë biseda e supozume me krye terroristi në vitin 2024. Do me thonë, një vit në basi edhe është vëra edhe polici, edhe masi ka ndodhë sulmi i Banjskës. Këta e kanë qitë një bisede cila nuk është autentike, unë e kom thonë edhe kom dërzu në prokurori. Edhe që kam kanë udhëzu avokat, më kanë thonë, për shkak që ki landë në prokurori, që e ki dërzu për këtë rast, shtoja materialin, së është pjesët njëtit proces, prokurori themelore. Jo në prokurori speciale. E kom qartë. Çka ndodh, edhe unë kom kërku që të bëhet ekspertiza materialit. Çka ndodh prokuroria speciale, prokuroria themelore merr landën e çon speciale. Te çta prokuror special? Prokuroria speciale e merr landën brenda 3 javë. Prej momentit kur e dorëzojnë këta, edhe ma kthejnë mu përgjigjen, edhe thot hudhet poshtë landa ndaj Vebi Kajtazit edhe Slavko Simiqit. Bile, aty në material është interesant, do të mu publiku, e qesin Slavko emri babes Qazim, që po mduket, që nuk e besoj që emri babes tio Qazim, po ja kanë huqë në shpejtësi të ungut mi kry materialin, e për mi nëzirë, me ma këthy mu përgjigjen, se unë e thësha, unë jepi përgjithsi penale, për ato që ajo është e fabrikume, e montume, e biset, nuk ka ndodhë. Edhe, thot që,
mas analizës edhe dëgjimit të materialit, nuk e qojmë super ekspertizë, po dhojnë mas analizës së materialit, konsiderojmë që është originale, gjithashtu konsiderojmë që me publikim nuk është cenu siguria, integriteti edhe personi im, këtë rast, prandaj nuk ka konsum të vepër